Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të hapet në ditët e para të muajit maj, kështu ka deklaruar ministrja Belinda Balluku, duke theksuar se gjithçka po bëhet gati për fluturimin inaugurues të kësaj vepre madhore për jugun. Avioni i kompanisë shqiptare Air Albania do të bëjë fluturimin e parë nga pista e Vlorës. Ajo është shprehur se aeroporti i Vlorës do të ketë pistën më të madhe në Ballkan, me një gjatësi prej 3.2 kilometra dhe me një terminal gjigant prej 22.000 metra shkatror. Sot jemi vetëm pak ditë lart nga ulja e avionit të parë në aeroportin e Vlorës. Në ditët e para të majit, Air Albania do bëj fluturimin inaugurues, duke prekur pistën më të madhe në Ballkan, 3.2 kilometra dhe 22.000 metra katror terminal. Ai terminal kur nisi, fillimisht projekti nisi vetëm për 5.000 metra katror dhe sot konsorciumi në vija është duke ndërtuar 22.000 metra pasi volumet dhe parashikimet që ne kemi për dekadat në vazhdim flasin për një numër të konsiderueshëm turistësh, pasi dhe vetë viti 2025, krahasimisht me vitin 2024, në 4 muajt e parë, ka 30% rritje në numrin e vizitorëve. Dhe siç e pat dhe në hartën e prezantimit, sepse ne e themi gjatë gjithë kohës që është më afër Fierit se sa Vlorës ai aeroport, por ju e pat me sytë tuaj se sa larg është nga Pishporo, aty ku përfundon ajo promenada shëtitoria e bukur prej 21 kilometrash që do të jetë gjëja e parë, besoj unë, që do të ndërtojmë. Në ditët në vijim, ne do të kemi mundësi për të vazhduar me dëgjesat. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të kërkojë nga Bashkia e Fierit që të krijojë kushtet për të mikpritur këtu në qytet një grup nga arkitektët AKPT-s së bashku me konsulentët e huaj dhe për të bërë një workshop prej disa ditësh ku do të mbikëqyret i gjithë tereni dhe për të arritur dhe për të përfunduar këtë projekt. Më pas, angazhimi ynë është që Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ashtu siç ka bërë edhe në zona të tjera të vendit tonë, në bazë të programit të tij për kohezionin ekonomik dhe social, do të fillojë që të hedhë hapat e parë të ndërtimit në zonë. Dhe sigurisht, hapat e parë kanë të bëjnë me të gjitha ato ambiente të cilat janë të dedikuara për publikun. Duke nisur kështu me shëtitoren prej 21 kilometrash, duke vazhduar më pas me atë molin që përfundon në një pistë ku sigurisht do të krijohen të gjitha kushtet edhe për vizitorët që vinë nga deti, dhe siç e tha Adelina, nga ana tjetër do të krijohen edhe kushtet për ankorimin e anijeve të vogla, të cilat mund të kthejnë zonën, mund të japin zonës një impakt tjetër, pra jo vetëm turizmi që vjen nga toka, por dhe turizmi që vjen nga deti. Dhe duke vazhduar më pas me gjitha ato vende rekreacioni që kanë të bëjnë me moshat e reja, rinin dhe fëmit, dhe patjetër edhe me moshat e treta. Keni parasysh që kampet ditore, të cilat nuk është e thënë që të jenë ditore, se mund të jenë dhe kampe akomoduese të rinjve, sot janë një trend shumë i madh që i ka dhënë Kroacisë një tjetër vend në turizmin elitar. Kampe të ndërtuara në zona të gjelbra, në Bregdetin kroat, të destinuara për fëmijët, i kanë dhënë Kroacisë një prioritet dhe një hap më të shpejt se vendet tjera, siç është Malezia apo vendet e tjera të Bregdetit dalmat, pikërisht se ka zgjedhur këtë lloj turizmi. Turizëm akomodues për kampet e pushimit të fëmijëve, duke i pajisur ato edhe me paketa edukative që kanë të bëjnë me ambientin, me bujqësinë e tjerë. U fol këtu për një treg bujqësor ose një treg me produkte vendase. Shqipëria, përveç Bregdetit dhe gjithë bukurive tjera që ofron, po bëhet e njohur ndërkombëtarisht për produktet e saj bio dhe për artin kulinar të jashtëzakonshëm të pakrahasueshëm me fqinjët e tjerë në rajon. Dhe nëse ky është një element shumë i fuqishëm i turizmit ton, padyshim është një element që ne do të kërkojmë ta nxjerrim në sipërfaqe fuqimisht në të gjithë këtë peizazhin e krijuar në projektin
mes Semanit dhe Darzezës.